Korruptohet me 5.000 lekë të vjetra, policia në Vorë. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të vënë nën frena policinë e shtetit, duket se policët rrugor që mund të rezistojnë rrushfeteve numërohen me gishta. Disa të rinj kanë filmuar një police femër te korruptohet me vetëm 5.000 lekë të vjetra. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në autostradën Tiranë-Durrës në Vorë. Policia është filmuar duke u kërkuar hapur rrushfet 4 djemve që ishin nisur drejt Shijakut. Nga ana tjetër ata shprehen se i dhan 5.000 lekë të vjetra për t'u tallur me të, ndërkohë që policia shihet duke i marrë lekët.